Më është falur mua durimi, andej po t'i qem si dërimi, që të jeni ju më mirë, dhe mos ndetni në errësirë. Dua shumë fjalë të ju them, por kam frikë se t'i qem shpejt. Mos harroni urtësinë, trimërinë e bujarin. Po natyrisht mendimet edhe ndjenjat, po në poezinë tënde, paktën sa kam lexuar unë, kupton, bisedoron tema e dashurisë përgjithshme. Po a mund të jetë një amor perpetuum, një dashuri e përhershme, e vazhdueshme? Më duket mjaft poetike si subjekt që ndoshta duhet vlerësohet edhe nga të rinjt. A vlerësohet kaq sa imagjinoj unë apo jo? Ne kemi atë tendencën gjithmonë që një brez të qahet edhe të akuzojë brezin tjetër gjithmonë, është lufta e brezave. Ekzistuar gjithmonë. Kur bisedon me ta, zbulon dhe tek ta, për shembull, sa të dashuruar janë, sa të vrarë janë nga dashuria, sa shumë e kërkojnë atë dashuri. Para gati një muaj kisha një intervistë tjetër kështu si podcasti dhe kisha zgjedhur një poezi nga ky libër që thot arkeologu im, ti je i lumtur, domethënë si një arkeolog i lumtur me këto gjysmat pjesës dati mia që kanë mbetur dhe nuk do më ndërroj edhe për asnjë të plot. Okej, kuptimi i vargjeve se nuk i mbaj mend tani ti citoj. Dhe një nga personat e ftuar në podcast që uroj ta kesh gjetur këtë arkeologun, domethënë që nuk të ndron ty me asgjë, se do jetë gjëja më me vlerë në këtë botë. Pra, dhe njerëzit që lexojnë vargjet e mia e vlerësojnë dashurinë. Dhe ky është urimi që t'japin. Uroj që ta kesh gjetur në të vërtetë, sepse është gjëja jote më me vlerë në këtë jetë. Tani, disa e kanë fatin që e gjenë dashurinë që kërkojnë, disa nuk e kanë. Po kjo është si puna e marrëdhënies me Zotin, ne gjithë e dimë që Zoti është atje lart. Ose Zoti është faktikisht brenda nesh, nuk mund ta shohim dhe aty në besime. Sa poezi përfshihen në këtë libër? Mbi 100 poezi. Në cila është tematika kryesore e librit? Tani, kjo është pak e vështirë se edhe në ato poezi që konsideron poezi dashurie, në atë dialogun që unë kam me të dashurin, unë flas për probleme sociale, unë flas për shqetësime të kohës, apo dhe shqetësime personale, për shembull, kur na vrasin miq, kur na trajtojnë njerëz, bryllat që marrim në jetë. Pra unë këto i komunikoj. Dashuria është ai kanali im për të transmetuar mesazhin, ose më ndryshe e thënë është si puna e saj, do të thënë që ëmbëltohet pak ai lati që mund ta përcjellësh. Ta japim pak në dashuri, që... Si ke shumë të drejtë dhe shumë bukur, por unë kam parë në komentuesit në Facebook-un tënd, shumica gra të urojnë për ato emocionet cilat përcjell nëpërmjet poezisë ënde dhe sa e ndjerjen poezi, aq dhe analizuese dhe e thellë edhe në prozë. Unë kam lexuar dhe librat në prozë, sidomos në dhënien e situatave në një shoqëri jo demokratike. Në një shoqëri traumatike. Ja semi pos akoma, jo traumatike. Ne vazhdojmë akoma fuqishëm përderisa arteriet e kombit vazhdojnë të derdhen jashtë. Ne jemi një shoqëri që akoma po kalon tërmete të fuqishme. Unë nuk e di se kur do vijë ai stabilizimi. Ne gjithë japim atë më të mirën tonë që mund t'japim përmes punës tonë. Shkrimtari, poeti ka atë detyrën e tij morale që të shkruaj, të pasqyroj
t'japi bot kuptim, t'japi shpresë, t'japi mesazh, t'japi shumë gjëra një herë se nuk është thjesht vetëm ai shikullimi. Që unë e bëj shpesh me ato 20% poezi që unë dedikoj nga vlera totale që ti me drejt për drejt edhe hapur, pa atë ëmbëltimin nga jashtë me sheqer. Okej. Armenida, me që libri është në anglisht, ti ke miq, mikesha aty në Kanada, që natyrisht janë kanadez. Dikujt mund t'ja kesh dhuruar librin. Si e kanë perceptuar ata? Më intereson ky lexuesi ndërkombëtar, do të thosha kështu, pavarësisht se mund të jetë edhe mik i afërt. Sepse edhe Kanadaja vetë është e përzierë nga shumë kombësi, ashtu siç është edhe Amerika. Dhe shumë pak njerëz lexojnë poezi, le të jemi të sinqertë. Më ka surprizuar fakti për shembull që kam pasur njerëz për shembull që edhe nuk e din akoma anglishten 100% edhe që kanë qenë shumë të interesuar për ta lexuar librin. I pëlqen pikërisht gjua ime e thjeshtë. Se duke dhe mos qenë 100%, domethënë gjua bazë anglishtja, e marrin të libër me më shumë lehtësi se sa të lexosh një gjuhë të vështirë apo me fjalë arkaike që nuk as përdoren më në fjalorin e përditshëm. I pëlqen ajo thjeshtësia e vargut me cilën ato mund të lidhen. Kjo është gjë që mua ka bërë përtypje, por që ka qenë edhe meraku im kryesor. Ekziston një term në anglisht që quhet lim words, domethënë thuaj këtë me fjalë thjeshta, domethënë me fjalë përgjithshme, si do të thosha kështu. Nga ana tjetër nuk doj që të jetë që thjesht ta tundush artin, ëh? Është një peshore pak e vështirë, por që mua më vjen natyrshëm. Por botuesi juaj, si e vlerësoi poezi? Po tani botuesi im, unë fillim fare i dërgova vetëm 5 poezi që ai të shikonte stilin e penës. Sepse besojnë atë që nuk e nevojë ta pish tër fuçin për të ditur se si është vera. Dhe i thasha të pëlqen stili im i penës, nëse atëherë unë do të vazhdoj të dërgoj grupet e poezive, do t'i përkthejmë tani, dhe shumë, për nisim tani të punë. Dhe çdo javë çoja nga 10-15 poezi derisa e plotësuam materialin. Dhe kjo ishte ajo që hap pas hapi unë nuk i çova tër materialin asnjëherë. Sepse në kontradiksion ndoshta me atë që unë thash që po provojmë vetëm pak pika vere për ta ditur se si është fuqia, unë prapë nuk doja t'ja humbja as ati kohën dhe as vetes, nëse për shembull gjërë diku mund t'i pëlqenin, pastaj mund kishte papërqyeshmëri, dhe kjo ishte ajo që grupi tjetër poezive 10 kalojnë këto 10 poezi tjera, a kalon. Dhe ai nuk hodhi poshtë asnjë poezi që unë i dërgova. Që lirisht i thash, dhe unë këtë ja them edhe botuesve të mi në Shqipëri. Lirisht, nëse një poezi mendoni që nuk është në atë nivelin standardit, ose që mendoni nuk është një ide e mirë tjetë në këtë përmbledhje, më thoni se nuk vuaj nga kjo lloj sedre. Më mirë të bëm një punë të mirë së bashku se sa të kemi hezitime, paqartësira, gjëra që mund na penalizojnë më vonë. Dhe kjo ishte jo vetëm e Dastinit që pëlqeu letërsinë time, pëlqeu poezinë time, por edhe njerëzit e çoi librin për vlerësim. Dhe ishin kombësi të ndryshme. Dhe kjo është domethënë që të arrish të kuptohesh nga një lexues shumë i mirë, i letërsisë, profesor i letërsisë avangarde, në një nga universitetet e Kinës, por që ka përkthyer Emily Dickinson dhe gjithë veprat e letërsisë angleze në gjuhën kineze. Ai është një akademik, punon, është profesor në universitet. Domethënë, unë trokas në një botë që
është larg botës time si Armenida, ndat shqiptare, po edhe ndat kanadeze. Jemi botë të ndryshme, jemi botë larg. Dhe është bota akademike, se ai ka një botë kuptim shumë të gjerë të letërsisë dhe mund ta çmontoj atë shumë lehtësisht. Të pjesë në pjesë, thotë kjo gjë nuk shkon apo kjo gjë nuk është mirë apo e njëjta gjë dhe për shembull me profesoreshën Inga Zhnjeti, që është me origjinë gjergjane, që është profesoresh në New York dhe kështu me radhë. I dërguam pak poezi në fillim që mos ja humnin kohën. Ai u pëlqen stili i kësaj poezie dhe ato dëshironit që t'ja udhëzojmë të tërë për mbajtjen e librit. Dhe të 4 personave që ne u dërguam, grupin e poezive kërkuan tër librin dhe pranuan që t'japin recenca të plota. Kjo ishte që thash, wow, Armenida ja ke arritur, sepse këta janë veçanësi të ndryshme. Profesora, laureate, Robin Davidson, Houston Poet Laureate, 100% American, you know. Të marrësh vlerësimin e saj, do më thënë që unë, pra, ajo gjua ime, thaj thjesht, artistike, sa shqiptare, kanadeze, se jemi bërë miksi gjërave. Jemi produktet e ambientit ku jetojmë. Dhe pas kam arritur pra që të depërtoj pak tek Rafaeli, pak tek Dustin, pak tek të gjithë njerëz që duan të dëgjojnë poezinë, ta lexojnë poezinë, ta dëgjojnë trokitjen e vargut, atëherë unë ja pas kam arritur të depërtoj.